Tani, e para një, ajo që duhet të kuptojnë në këto momente është në vlerësimin tuaj në të shpik është protesta. Sa ka arritur nga objektivat e veta, cilat objektiva mbeten ende për të arritur. Edison dhe më pas Klajdi. Për mua, një thirrjet e protestës është revolucion, për shembull, dhe kjo është praktikisht utopia, ajo gjë që duket. Keni çik probleme me thirrjet, po do flasim për këtë. Mund të flasim për gjitha, jemi të hapur të pakën. Që do thotë është utopia, praktikisht gati e paralizueshme. Po njëkohësisht për mua revolucionet e kanë ndodhur. Për ne po them, për ne mora këtë si shprehjen e parë. Sepse për mua është revolucion që njerëzit dalin për 50 ditë në shesh. Kjo është e para, praktikisht në një shoqëri e cila neve na dukej sigurisht e kapur e gjitha, kishim i lloj korrupsioni kapilar dhe kriminaliteti kapilar, duke sikur shoqëria në një moment vendosi ti thot boll këtij lloj sistemi totalisht korruptiv dhe dalë dhe të shpreh praktikisht gjitha pakënaqësitë e veta në shesh. Për mua është shumë e rëndësishme që ne kemi fituar besimin e njëri tjetrit. Këtë shoqëri ne kemi ndërtuar një lloj mungese totale besimit e njëri tjetrit. Edhe për mua ky ka qenë një nga problemet pse ne nuk bëheshim bashk edhe të ndërtonim gjëra të tjera. Për mua është fituar besimi edhe një raport krejt tjetër me emigrantët. Emigrantët deri dje kemi parë si një bankomat edhe një si shtet social të munguar, që se kemi pas asnjëherë. Tani më po e kuptojmë se edhe emigrantët, mërgata jonë janë aleatët tonë në momenti që ne arrim të nxisim pak shpresë. Raporti me demokracinë për mua ka ndryshuar, sepse ne votonim një herë në 2 ose në 4 vite, edhe prisnim që ata të zgjedhurit tonë ose ata që nuk ishin fakt zgjedhurit ton, të bënin punën për ne. Duke sikur këta njerëz tash i kanë dalë ta bëjnë punën e tyre vetë, pra të bëjnë këtë demokracinë direkte. Për mua, të gjitha këto gjëra janë arritje praktikisht substanciale të kësaj proteste, të kësaj lëvizje shoqërore. Sa i përket pastaj teknikaliteteve të arritura, nëse është kjo pyetja, për mua si ligji për investimet strategjike, i cili u detyrua të mos bëhej më si vjet. Po ashtu edhe kërkesa praktikisht e Bashkimit Evropian e cila ka qenë e qartë në raport me amendimin e ligjit 2124, për mua janë fitoret protestës, se si ligji për investimet strategjike, si deklarata publike për mua e detyruar nga protesta e zonjës Marta Kos, nuk do të kishin ndodhur pa këtë protestë. Për mua këto janë 2 hapa shumë të rëndësishëm, cilat duhet t'i atribuohen kësaj proteste, edhe ne t'i marrim si hapat e parë deri në rrëzimin e Ramës dhe këtij sistemi kriminal dhe korruptiv që ka ndërtuar. Dakor, Bello? Atëre, rast të parë, dëshiroj të kaloj tek tema apo tek hyrja që bë e në sinkronin hyrës rreth kuvendit kombëtar qytetar. Edisoni dhe unë jemi që në ditën e parë të fillimit të protestave tek drejtoria e policisë Tiranë, aty ku dhe shpërtheu gjithë zemërata popullore, sigurisht në sajt asaj që ndodhi në Zvënec, ato pamje smerruese për të gjithë, ato pamje që treguan se ky shtet i ishte dorëzuar ose i kishte dhënë aq shumë fuqi pjesës së marrjes së pushtetit nga ana e njerëzve me influencë nga security, të cilët të i kaluan kompetencat në sytë e policisë së shtetit. Edisoni përmendi fjalën bashkim dhe revolucion. Drejtohem Edisonit sepse Edisoni është një prej tyre skeptik karshi kuvendit kombëtar qytetar, do shiroja pikë së pari të sqaroja se nuk ishin ata njerëz që donin të ndërprisin fjalën time, nuk ishin njerëz ose individ të cilët kanë punuar për thirrjen e kuvendit kombëtar qytetar, por ishte individ ose më saktë protestues të cilët kishin ardhur aty, nuk e kuptuam qartë se mund të vjesh kundër, por të vish me qëllimin për ta prishur kuvendin kombëtar, kjo nuk e legjitimon të drejtën e tyre, sepse askush në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë është e drejta për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Dhe për të mbledhur në grupime. Po, saktë, dhe konventa e të drejtave të njeriut na jep të drejtën për të takuar, por ne po e marrim shumë të thjeshtë. Protesta që ka filluar prej 50 ditësh, ajo është fuqia, energjia e çdo lloj aktivizmi që ne po bëjmë, sepse mos të ishim njerëzit në shesh,
kurse si ne nuk do arrinim edhe ato që përmendim me të drejtë në